Kjo është një fazë e hershme e procedurës penale dhe për të periodiku që çfarë do të ndodhë deri në fund procedurës gjithmonë është vështirë, nga se krejt varet se çka do të dalë në shesh nga procesi hetimor që do ta zhvillojë prokuria speciale. Pastaj edhe është faza tjetër e gjykimit, nëse vetëm do të ketë hetime të suksesshme të cilat rezultojnë me ngritjen e këtij akuzës, sido që të jetë vepra penale e spionazhit është një vepër penale mjaft e rëndë e sankcionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, edhe për cilën ligjvendësi ka parapar dënime do të thoya të ashpra, të cilat mund të variojnë deri në 10 vite burgim, ndërsa në raste të veçanta kur dëmi është jashtëzakonisht i madh për shtetin, dënimi mund të jetë edhe më i lartë. Kështu që kjo është vepër e cila rrezikon rënd sigurinë e shtetit të Republikës Kosovës dhe mu për këtë çështje përfshihet në kapitullin veprat penale kundër rendit kushtetues, duke qenë se shteti ka për interes gjithmonë që disa informacione të ndjeshme t'i mbrojë në mënyrë që ato të mos binë në duar të personave ose individëve ose shteteve të cilat nuk janë miqësore, në mënyrë që pastaj ta luftojnë pavarësinë e shtetit me forma të ndryshme të spionazhit ose të sabotimit ose çështje tjera që ndërlidhen me sigurinë e vendit. Pra është në interes të shtetit që këto vepra penale të luftohen deri në fund, në mënyrë që në këtë formë të ruhet pavarësia, mbrojtja nga ndikimet e huaja, sidomos të shteteve jo miqësore, dhe të ruhen disa elemente sekrete që janë thelbësore për funksionimin e mirëfillt të Republikës së Kosovës. Sa i përket rastit konkret, sipas kodit procedurës penale, brenda 48 orëve prokuria do të bëjë propozim te gjykata që t'ja vazhdoj, t'ja caktoj një masë tjetër, qoftë para burgimit, qoftë ndonjë masë tjetër të përcaktuar sipas kodit penal, kodit procedurës penale. Dhe nëse prokuria brenda këtyre 48 orëve nuk bën propozim, atëherë i bie që ai sapo ta mbaroj këtë 48 orëshin fillestar, nëse prokuria ja ka caktuar një 48 orësh, atëherë mund të mbrohet edhe në liri, por procedura është e tillë, mas pari ndalim 6 orë, pastaj brenda 6 orëve prokuria nxjerr një vendim cilin ja shqipton masën e ndalimit për 48, mas pari ndalim 6 orë, pastaj brenda 6 orëve prokuria nxjerr një vendim me të cilin ja shqipton masën e ndalimit për 48 orë, dhe gjatë këtyre 48 orëve prokuria ka për obligim që të paraqesë në gjykatë kërkesë për caktimin e një mase tjetër, siç është masa e paraburgimit apo ndonjë masë tjetër. Kodi penal ka paraparë, kodi procedurës penale ka paraparë edhe masa tjera. Pastaj gjykata është ajo që vendos.